Vazhdojmë të flasim për lidhjen Demokratia të Kosovës, rikthimi i Vjosa Osmanit në familjen e saj si pjesë e bashkimit të madh është deklaruar në lidhjen Demokratia të Kosovës. Por unë do doja në një këndvështrim tjetër si është pritur në Kosovë pra ky rikthim i Vjosa Osmanit te LDK-ja, a ka pasur pra kritika pra për këtë rikthim, çfarë thon analizat? Po, sigurisht që zonja Osmani duket sikur nuk pati edhe alternativ tjetër ndoshta. Sigurisht që tashmë skena politike nuk është se lë shumë hapësira për subjekte të reja politike, pasi le të themi që është konsoliduar edhe si skenë dhe dihet tashmë kush janë partitë, prandaj edhe zonja Osmani kishte nevojë për një strukturë të organizuar që në momentin kur ajo vendosi të përfshihej në zgjedhje, Lidhja Demokratike sigurisht ishte le të themi alternativa më e mirë dhe nga se vinte nga ajo parti, por edhe për shkak të ideologjisë që ajo ka ndjekur dhe beson. Fillimisht, ashtu siç e përmenda, ka sjell pakënaqësi brenda vetë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Janë po dy figurat, zotri Abdullah Hoti dhe zonja Hikmete Bajrami, të cilët kanë refuzuar të marrin pjesë në mbledhjet e kryesisë dhe këshillit të përgjithshëm kur u vendos që t'i hapet dera zonjës Osmani, dhe këta të dy së bashku edhe me kryetarin e Prishtinës Ferprim Rama bojkotuan edhe tubimin e ashtu quajtur të bashkimit që u mbajtë dielen ku mori pjesë zotri Abdi Gjiku dhe zonja Osmani. Ka pasur le të themi edhe kritika, por sigurisht tash për të parë efektet e vërteta, zonja Osmani ka një lloj baze, një lloj pëlqyeshmërie dhe pritet ndoshta që të rrisë edhe votën e Lidhjes Demokratike, por gjithmonë duke pasur parasysh që Lidhja Demokratike nuk duket unike, të paktën deri më tani pas rikthimit të saj. Kuptoj. Dhe pyetja e fundit, çfarë thot KQZ, pra fillimisht do doja dija kur mbaron afati i regjistrimit për listat e kandidatëve për deputet, dhe çfarë thot KQZ, sa është numri i përgjithshëm i subjekteve politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit? Tani sonte përfundon afati kur partitë politike duhet të dorëzojnë listat me kandidatët e tyre për deputet, me të cilët do të garojnë në zgjedhjet e 7 qershorit, pa do të kenë kohë deri në mesnatë për të dorëzuar në formë elektronike të gjithë kandidatët e tyre, që më pastaj do të nënshtrohen një lloj filtri dhe më pas do të marrin edhe certifikimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Partitë të cilat janë regjistruar tashmë janë 22 parti politike, të cilat do të garojnë vetëm. Janë 3 koalicione me nga 9 parti gjithsej. Këtu përfshihet edhe 4 partitë që garojnë në signin e lëvizjes vetëvendosje si koalicion, pra është lëvizja vetëvendosje, lista Guxo Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokrasiane, dhe 2 koalicione të tjera nga komunitetet pakic. Gjithashtu është paraqitur një kandidat i pavarur dhe një nismë qytetar, për cilin për ta ka pasur një afat ndarës partive politike të regjistruara në KQZ, dhe për ta do të nënshtrohen një lloj filtri nëse do të arrijnë të marrin certifikimin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të garuar më 7 qershor. Sigurisht KQZ-ja është le të themi në aktivitet të vazhdueshëm, janë të jetë i hapur thirrja për regjistrim të diasporës për të votuar, të cilët kanë 2 mënyra fizikisht në përfaqësi diplomatike, por edhe përmes postës. Pra janë një sër aktivitete të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke i bërë në afate të shpejta, duke qenë se edhe koha nuk premton shumë dhe po mundohet që të përmbyll të gjitha ato obligimet që duhet të ka. Pra janë disa më shumë çështje administrative, ndoshta edhe çështje teknike që lidhen edhe me shtypjen e fletvotimeve ndoshta, por është e hapur edhe thirrja për listën e votuesve, pasi ka një listë paraprake, por nëse ka dikush ndonjë pretendim ndryshe, nëse është dikush një emër që figuron ende në listë, ndërkohë që ai person ka ndryruar jetë ose ka hequr dorë nga shtetësia, atëherë duhet të njoftoj institucionet. Pra janë gjitha këto procese që po kryhen pothuajse në të njëjtën kohë, në mënyrë që të përmbyllen para se të hapen edhe kutitë e votimit me datë 7 qershor.